Po mendoj që edhe qëtu po flas pak ma gjatë, shpresoj që nuk e teproj, që spari që këllojmë i protestës sot, i biznesit, është transmetu në Reuters. Kur transmetohet në Reuters, gjasat me marrë dhe media tjera ndërkombëtare shumë e madhe, sa ajo është shërbim. Agencion lojmesh. Bëhet lajm ndërkombëtar. Jo çdo gjë në Kosovë bëhet lajm ndërkombëtar. Nëse ne proteste bizneseve të bëhet lajm ndërkombëtar, dihet që ato kanë më ta lexu edhe njerëzit që investojnë jashtë. Edhe kanë me thonë që bizneset e Kosovës të u kanë qenë protestë kundër qeverisë, aty s'pas kisha me lyp. Në më thonë që të pas këtë kryeministri, cili as bizneset e vetë, as pëqyrke, lene më neve. Kjo është përësia e parë. Përveç këto, jo kena me luft, jo 7% e ushtrisë në ka orë të kufini e këto tjera, që i përmenë që pashtu e dëmtojnë ekonominë. Po që du me thonë në është kështu. Nëse qytetari është në protest, sikur biznesi sot, shoqëria civile nesër, mas nesër dikush tjetër, deputetët e opozitës, edhe pse nuk kemi kuvend të konstitum, duhet me qenë përfatsu si që ati zëri qytetarë. Prandaj unë e kërkova që kjo përmendimin tem është urgjenca ose përgjithësia e urgjencës të cilin po është përfaqësni ju sot. Tash s'po drejtona juve personalisht e as OAK-s vetëm. Po i drejtona krejt partive të opozitës. Situata është urgjente. Ju e keni thonë si opozit ma herët, na si analista disa kemi thonë ma herët, që tash po e thojnë gati se secili qytetar. Tash, që kjo frustrim edhe revolte qytetarëve, duhet me pas edhe shprehjen e vetë politike, se po nuk e pat, mund të bëhet edhe e rrezikshme. Që kjo është domethënë që ajo që unë mendoj që në situata të caktuara, partitë politike duhet me pas një farë ndërlidhje me protestën në rrugë. Ajo që mund ndërlidhje me protestë, për shembull për kroja që jep një protestë ose biznesin nuk ka kes përdorim për qëllime politike. Jo, me thonë çka do të më bëu? Çka më bëu partitë politike? Nuk e di, këta janë përfaqësues që protestuesve në kuvend edhe. Unë sot kur e kam pa atë organizimin e tyre në një farë mënyrë thash s'pas ka vdek Kosova. Pas ka njerëz ky vend që nuk pajtohen valla, nuk dorëzohen. Besoj se nuk është të thjesht pse po e flas këtu. E dyta është e dhimbshme me na mbajt këtë situatën e Vereut, se po e shtirojnë Vereun për ditë, kur Vereun ka qenë i shtiruar, ushtarët amerikanë e run kufirin, bashkë me policinë tonë, bashkë me Ulex, bashkë me NATO, i kemi kryer këto punë, veç fotot që kemë bërë që po i bojnë ta e lajmet. Këto që ishin në shatë i kemë bërë në kalume një lutëm, edhe ma tashra ka ndodhë, dhe shfuni del ministri, sa të ka afera korruptive, del ministri nga të regon që është ushtria në kufi. Po minister, ma zi e ka e bënë te këti veni, për i thonë Macedonqit në këtë rast, se sa ajtë që ka po bënë kufi, sa e ka e krynë punë në vetë. Po ti nëse je minister, i mbrojtës, distancohu nga ndonjë veprim i kolegëve tu, distancohu nga sjellja e kryeministit tonë kur si përgjigjet prokurorit, distancohu nga sulmet të orkestrume ndaj një prokurorit landesh, që i bën një qeveri, një establishment. E mos harroni, Defender, 2025, nuk është merit e kësaj qeverie, lutem. Ajo që po ndodhë sot. Pra, ushtrimi, Defender, nuk është merit e kësaj qeverie, as e ministrit sotshëm. Është merit e gjithë neve, përfshi edhe imja. Ke punu shumë, që mos mu shkëput edhe kjo havë, e mbrojtës dhe e sigurisë. Por kemi humbë shumë pashtu, për shkak të kësaj qeverie, për shkak të kurit, e dhimbshme pra, kur sa është i ka hajni, në arë Serbia në kufi. Po bre, Serbia është që aty gjithë, ka qenë aty, na kem luftu me ta, me Serbinë. Nuk ka nevojë kush me më kallëzu kush është Serbia. E din shpinë, e din shpirt, e din çdo aspekt. Tregom çka e ka bënë Allah. Pse duhesh me bë kësi veprimesh, kas kundralishme, e kësi sjellësh. Shinë rastin e parlamentit. Ne jemi parti opozitare, edhe s'kemi, do të thonë, ne nuk bashkëpunojmë me vetëvendosjen për qeveri, dhe as i kemë bërë një ofertë, as nuk kemë kërkesë. Edhe ja kemi premtu vetëvendosjes votat tona, që i mjaftojnë, me zgjedhë kryeparlamentarin e vetëvendosjes, po jo të aleancës, të vetëvendosjes, një person unifikues.